Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Paqja lavdrimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Tema tjetër, vëllezër, që dëshiroj të flas është se njeriu edhe pse gjendet në muajin e Ramazanit, kjo nuk e ndalon atë nga këshilla, ose quhet ndryshe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Ne her pas here sprovohemi me fenomenet ndryshme në shoqëritë tona dhe gjithse kush flet për shoqërinë dhe vendin ku jeton. Pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam i vjen një beduin nga shkretira dhe ai në mesin e sahabëve, siç jemi ne sot, i ligjëronte atyre. I tha: "Ja Muhammed, men sa meta sa." O Muhammed, i tha, kur është kiameti? Dhe pejgamberi sa nuk i përgjigj atij. E pyeti të dytën herë, të tretën herë dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk u përgjigj atij. Pastaj mbasi e mbaroi ligjërimin, tha: "Ku është ai që pyeti?" I tha: "Ktu jam unë." Për këtë mënyrë pejgamberi i dha atij i radh par edukatën që njeriu nuk ndërpritet nga ligjërimi, po dëgjoj dhe do të vi përgjigje. E dyta, për urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja nuk ka kohë, por njeriu përpiqet që gjithmonë të përmirësojë brenda vetes, në familjen e tij, në shoqërinë e tij, kudo që ndodhet. Dhe i thot, kiameti është kur idha da'a al-amana, humbet amaneti dhe i jepet posti dhe në funksioni atij që nuk e meriton, fantadhiri sa'a, pritë kiametin. Kur humben amaneti dhe ngarkohet me fiksion me funksion ai që nuk e meriton, pritë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kiameti. Dhe nga shenjat e saj, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, yusaddaqu fiha al-kadhib, për gënjeshtrohet, besohet gënjeshtari dhe për gënjeshtrohet i vërtetë. Doja vëllezër të flisja dhe nuk më mban zemra, kemi 30 vjet apo 30 e sa vjet demokraci, që politika shqiptare luan me besimtarët, me institucionet fetare, me ndjenjat e tyre fetare, a thua vallë, këta janë zotat tanë dhe ne jemi ushtarët dhe robrit e tyre. Gjejnë forma dhe mënyrat çuditshme për të lënduar zemrat e besimtarëve me lloj-lloj teorish, prrallash, por ne e dim që dhe është e natyrshme të kuptojmë që jo çdo gjithmonë është kush që nga neve të përpiqemi të ndryshojmë të keqen. Por është shumë e rëndësishme që nëse nuk e ndryshon do të keqen, mos të thyet zemra, mos të përulesh para të keqes. Mos ta ligjërosh të keqen me heshtjen tënde. Mos ta pranosh poshtrimin apo formën dhe mënyrën e cënimit besimit tënd. Kështu vepron politika shqiptare majtas dhe djathtas, sa herë që ju intereson atyre diçka të lozi me ndjenjat e besimtarëve. Ironizojnë me Zotin, ironizojnë me fen, ironizojnë me pejgamberët e Allahut alayhimus salam. A thua vallë, këta kanë zbritur nga qielli dhe po na frymëzojnë neve për të ecur përpara. Kurse Allahu i ka zbritur Muhamedit alayhi salatu wasallam pikërisht për këto lloj ngjarjesh. O ti i dërguar, nëse shikon që tallen me ajetet e Kur'anit ku përmendet Zoti, atëherë largohu nga një vend, nga jo tavolin, nga një bisedë derisa të ndryshohet biseda. Dhe nëse ti qëndron, ti je prej tyre. Nuk arrit ta kuptoj dashamirësinë tonë si njerëz besimtar që i përgjigjemi thirrjeve të iftareve të gjithë politikës shqiptare. E bëjmë për mirësjellje dhe edukatën që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk e bëjmë që politikat na japin mend për fen, për besimin, për doktrinën, për moralin, për akiden, për drejtësinë, për vërtetësinë, për shërimin e shoqërisë, ose i bie që t'i lëm kryetarët e politikës të flasin për akiden dhe besimin dhe ne të flasim për tendera, për korrupsionin, për degradimin, për haramin, për zullumin. Prandaj nuk ja lejojmë askujt që të cënoj besimin tonë dhe na e përshkruaj Zotin me një plak të thinjur të mbytur nga llumi dhe korrupsioni i tij.
apo të na shesin mend se janë autor të librave që me ta mbulojnë më shumë gjunahet e tyre, por pse neve duhet jemi pjesë e këtij llumi i cili ka zgjedhur të jetojë kështu. Prandaj edhe Allahu i Gjelle Gjelalu i zbriti pejgamberit ajetin e qartë, ndoshta Muhameti nuk e mundësi të ndryshosh vërtetën, po i tha thumë staqim kema umir, ti qëndro ashtu siç të ka ardhur. Ndoshta ti nuk e largon dot keqen, por mos e ndihmo të kotën me prezencën tënde. Prandaj el muslim azizun, besimtari është krenar, nuk do të bëhet pjesë e të keqes, largohet sa mundet nga e keqja. E vërtet është që realiteti shqiptar është i dhimbshëm, është i tillë, është i lidhur në atë formë korrupsioni sa që njerëzit janë të mbytur nga kjo, po u merret fryma. Por neve nuk lejojmë që na cënojnë besimin ton, që na përsëndyn fen në iftaret tona, që të na përmendin ata që ne i vllasin vrezit e madh motrat tona në Palestinë. O hoxhallar, o besimtar, mos e harroni në iftaret tuaj fytyrat e atyre fëmijëve që të ishin copa në Palestinë, ku gjymtyrët e tyre i hanin qenë të rrugës. Janë pikërisht këta njerëz që miratojnë me ligjet e tyre, me veprat e tyre, me heshtjen e tyre, llumin. Mos e harroni ata njerëz që kujtuan të vinin në Tiranë në çdo vend, fytyrat e fëmijëve të marr peng nga Hamasi, por harronin të vinin gjymtyrët dhe copat e fëmijëve të Palestinës nëpër fotografi. Mos harroni ata cilët na e përshkruajnë Zotin si një Zot i plakur dhe i thinjur dhe i rrjedhur nga zullumi dhe padrejtësia, kurse Zoti ynë është i pavdekshëm, i paprekshëm, i pacënushëm imazhi i tij. Lejse kemithli shay wa huwa as-samiul basir. Askush nuk është si ai, është djuesi shikuesi. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, askush nuk është i barabartë me të. Nuk e di se cila ka qenë halli apo problemi atyre hoxhallarëve që prezantojnë iftare të tilla. Është e drejtë atyre, ndoshta s'kan ditur gjë, po deri kur do vazhdojmë kështu? Do të shkruanin histori si njerëz që tradhtuat besimin e popullit tuaj, vëllezër dhe motra tuaj dhe fen tuaj. Kemi 35 vjetë o vëllezër dhe motra që dëgjojmë akuza, sharje, shpifje. Po ja ne jemi bite gjyshërve stërgjyshëve tanë që ndërtuan këtë kom, dhe nuk jemi bite atyre që tradhtuan këtë kom, e shitën këtë kom dhe e përzun rinin shqiptare. Ky është dallimi midis nesh dhe atyre. Dhe nëse shikoni vetën barabart, uluni, lëpiuni, futuni në sqetat e gjithëve. Kemi 35 vjetë që tallem me ndjenjat e besimtarve, del një me mjekër atje, bën ndonjë dëm dhe mbushin mendjet me luftë për terrorizmin, por nuk flitet për krimin e organizuar që ka kapur gjithçka. Nuk flitet për padrejtësim, për gjykatat e lodhura që nuk gjykojnë me drejtësi. Nuk flitet për hakullin e drejtën e popullit, jo. Sepse e gjithë shoqëria është mbuluar dhe gjithë se kush thot halli im, puna ime, interesi im. Atëhere mos u ankoni vëllezër dhe motra. Mos u ankoni sepse kur vjen zullumi na kap gjithëve. Dhe gjithë secili do të ngjallet të pejgamberit sa sipas njetit që ka pasur. Prandaj doja ta ndaja këtë hutbë dytë me ju, sepse është e padrejtë që politika shqiptare majtës dhe djathtas e cënon besimin tonë herë mbas here, kur nuk ka me çat përballet, vënë në sfond fen dhe na shet mend për tolerancë dhe bashkëtesë fetare, e cila është merit vetëm e hoxhallarëve dhe komunitetet fetare dhe besimtarëve atë të vendi, asnjë tjetri. Se çat gjithë kohës politika ka përdorur fen, edhe më përpara dhe në të gjitha vendet. Prandaj duhet maturi nga vëllezërit dhe motrat tona, mos t'ia lejojnë vetes tyre të cënohet akidja dhe besimi i tyre për një cop pilaf, duke heshtur dhe duke lënë të korruptuarit na flasin për drejtësinë. E kështu që neve të ndrojmë rolet të flasim atyre për tenderat. E lusim Allahun azza wa jall na i falë gjuna dhe gabimet. E lusim Allahun të jemi si ata njerëz dhe nuk dëshirojmë me këtë vetëm se këshill dhe përmirësim dhe jo të cënojnë nderin, integritetin e njerëzve, por është e pamundur që neve të heshtim e të mbyllim gojen para këtyre fenomeneve të turpshme që përsëriten herë mas here dhe na shiten si ndeshmëri dhe morale, dashamirësi dhe paqe fetare,
paqen le ta bëjnë me veten e tyre, me korrupsionin e tyre, me padrejtësinë e tyre, me karakterin dhe moralin e tyre të paqëndrueshëm. Dhe jo të cënojnë fen ton, besimin ton dhe të ironizojnë dhe tallën me fen Allahut azza wa xal dhe me Zotin krijuesin e gjithësisë. Elusim Allahun azza wa xal të na ruaj nga çdo e keqe. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keqe. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keqe e cila duket dhe nuk duket. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun të zbresim mbi ne rahmetin e tij, mëshirën e tij, mirësinë e tij. Elusim Allahun azza wa xal të udhëzoj djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun ta përfshin rahmetin e tij dhe të arrijmë inshallah natën e Kadrit, duke u falur natën dhe duke agjëruar ditën. Elusim Allahun ta përfshin në xhenetet e tij. Elusim Allahun të mëshiroj vëllezërit dhe motrat tona që kanë ndruar jetë. Elusim Allahun të shërojë të smurët e muslimanëve. Elusim Allahun të ndihmoj fukarat e tyre. Elusim Allahun të ruaj dhe të mëshiroj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë dhe kudo që ndodhen në botën islame. Elusim Allahun të ruaj tyre nga sherrri të fqinjve që pasurohen mbi kurrizën e popujve dhe kufomave dhe fëmijëve. Elusim Allahun azza wa xal na përfshin në xhenetet e larta të Firdeus dhe siç na mblodhin në xhamin e tij, na mbledhin në xhenetet e tij. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.